Kuvendi i Algjerisë ka miratuar një zëri një ligj që e shpall krim kolonizimin e vendit nga Franca. Me këtë ligj kërkohet zyrtarisht kërkim falje dhe dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara. Deputetët votuan me zbrohoritjeve dhe duartrokitjeve, duke mbajtur shalle me ngjyrat e flamurit kombëtar. Në tekstin e ligjit thuhet se Franca mban përgjegjësi ligjore për të kaluarën e saj kolonizuese në Algjeri. Vendimi vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes dy vendeve janë në krizë të thellë diplomatike. Analistët e konsiderojnë ligjin simbolik, por me peshë të fortë politike. Kryetari i Kuvendit, Ibrahim Bughali, tha se ky votim dërgon një mesazh të qartë brenda dhe jashtë vendit. Ai theksoi se kujtesa kombëtare e Algjerisë nuk fshihet dhe nuk negociohet. Ligji rendit krimet e kolonizimit francez, përfshir testet bërthamore dhe ekzekutimet jashtë gjyqit. Përmenden gjithashtu torturat fizike e psikologjike dhe plaçkitjet e burimeve natyrore. Dokumenti kërkon kompensim të plot për dëmet materiale dhe morale të shkaktuara ndër vite. Sundimi francez në Algjeri zgjati nga viti 1830 deri në 1962 dhe u shoqërua me dhunë të gjerë. Ndërkohë Franca ka pranuar përgjegjësi historike, por ende nuk ka bërë kërkim falje zyrtare.